Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemër tani Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam në këtë ditë të bukur, xumaje të datës 25 prill 2025 apo 27 Shevval 1446 Hijri. Vëllezër dhe motra, a e keni menduar ndonjëherë se Allahu subhanahu wa taala, te cilin ne e besojmë dhe e adhurojmë, i furnizon të gjitha krijesat, pavarësisht se a e falenderojnë apo nuk e falenderojnë ata atë? E madhe kjo apo jo? Ibrahimi a.s. ishte aq bujar sa që asnjë vakt ushqimit nuk e hante vetë. Kur nuk gjente njerëz të njohur, dilte në rrugë dhe ftonte dikë të panjohur. Me një rast, ky ftoi një të moshuar, i cili ju përgjigj ftesës. Kur filluan të ngrënit, Ibrahimi a.s. tha, Bismillah, me emrin e Allah. Kurse njeriu i moshuar tha, me emrin e zjarrit. Ibrahimi a.s. u befasua nga kjo fjalë dhe ju drejtua, po pse nuk fillove me emrin e Zotit, por me emrin e zjarrit? I moshuari ju përgjigj, sepse Zoti im është zjarri, unë zjarrin e besoj për Zot. Pejgamberi Ibrahim a.s. u revoltua aq shumë nga këto fjalë, brofin e kam dhe i tha, dil për jashta, ushqehesh me të mirat e Zotit dhe falenderon zjarrin. I moshuari u largua pa thënë asnjë fjalë, kurse Ibrahimit a.s. i flet Allahu subhanahu wa taala dhe i thot, o Ibrahim, ka 70 vite që unë e ushqej me të mirat e mia. Ky jo që nuk më ka falenderuar mua, por vazhdon ta falenderoj zjarrin për to. Megjithatë, unë vazhdoj ta ushqej. Kurse ti, për një mos falenderim, e nxorre jashtë. Ibrahimi a.s. e kuptoi gabimin, doli jashtë dhe i u vua pas të moshuarit derisa e gjeti. Dukshëm i prekur, i tha, më fal xhaxha, të lutem ktheu edhe një herë në shtëpinë time dhe vazhdo ushqimin. I moshuari, i çuditur, i tha, po ti vetë më ftove dhe vetë më përzure, përse u dashka mund të kthehem përsëri? Ibrahimi a.s. i tha, kthehu të lutem, sepse kur të përzura ty, më qortoi Zoti i gjithësisë dhe më tha se ai të furnizonte me gjitha të mirat gjatë 70 viteve, edhe pse ti nuk e kishe falenderuar atë madje as edhe një herë. I moshuari tepër u çuditur e pyeti, po pse Zoti yt interesohet edhe për mua që e adhuroj zjarrin? Jo vetëm që interesohet, por edhe më qortoi për faktin që të përzura, i tha Ibrahimi a.s. I moshuari, i dorëzuar, i tha, një Zot i cili interesohet për një të moshuar, i cili nuk e beson, meriton të besohet, të adhurohet dhe të falenderohet. Që tani, unë i përkas besimit tënd dhe besoj Zotin tënd. Vëllezër dhe motra, vallë, a nuk na shtyen kjo ngjarje që më lehtë ta kuptojnë ajetin numër 24 dhe 5 të surës Ibrahim, ku Allahu te bareke ve teala në përkthimin e kuptimit të këtyre dy ajete thot, vallë, a nuk e sheh se si Zoti e ngjason fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rrënjën e ka fort në tokë, kurse degët lart në qiell. Me lejen e Zotit të saj, ajo jep fruta në çdo kohë. Nëse këto fjalë arrisin të ndonjë i tillë si puna e këtij të moshuarit, e ftoj që mirë të mendoj ke duhet të falenderoj, para se të ikë nga kjo botë. Kurse neve të tjerëve, obligim shtesë për falenderim më dinjitos, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Allahu të gjithë bashku na past në mbikëqyrjen e tij, në mbrojtjen e tij, na i pranoft veprat tona të mira të kësaj dite të bukur dhe salavatet mbi pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu wassalam, dhe deri në takimin e xumas së radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nga plazhi i madh i Ulqinit.